çfarë ta caron më shumë në të vend që secili ka një agjendë vetën, që secili vazhdon ndjek atë agjendën e vet, edhe pse nuk ka lidhje me atë që ndodh. Dhe mbi të gjitha, agjendat që kanë të bëjnë me shëndetin dhe shëndetin e fëmijëve posaçërisht nuk janë gjikundi. Por I them edhe një herë tek çështja e cigareve elektronike, që po masakrojnë fëmijët në këtë vend. Reklama vazhdon të jetë prezente në çdo media. Ja ku e keni. Kjo është ndaluar me ligj. Urdhroni dhe një tjetër. Është ndaluar me ligj. Edhe kjo. Ajo që është e tmerrshme, e që ka shtyr edhe institucionet në mos veprim, apo në gjendjen e një arsyeje për mos veprim, apo për korruptim, ka të bëjë pikërisht me këtë produktin këtu. Aikos apo Philip Morris pretendojnë që kjo është pajisje dhe nuk po I bën reklam cigares, po I bën reklam pajisjes. Ndërkohë në fund, shikoni çfarë ka të shkruar. Ky produkt nuk është I padëmshëm dhe përmban nikotinë e cila krijon varësi të përdoret vetëm nga të rriturit. Kuptoni? Pra, ky produkt nuk është pajisje, është cigare elektronike. Ja ku e keni. Dhe kjo thuhet pikërisht në reklamën, pavarësisht se kjo nuk lexohet, po I bëj zoom pafund që ta lexoni këtë gjë. Zoom pafund, as duket gjikundi. Dhe që të kuptoni se sa zoom I kam bërë, që s'dallohet gjikundi fytyra ime, apo ja? Qartë, iku, mbaroj. Kjo është palishmëria. Dhe unë mendoja që kjo palishmëri duhet jetë në agjendën e institucioneve të shëndetësisë në këtë vend. Sa kohë që kjo cigare vazhdon të shitet tek fëmijët, pa asnjë lloj ndalimi.